Profesori i njohur amerikan dhe eksperti i politikës ndërkombëtare Charles Kupchan ka vlerësuar se kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është një politikan efikas, me instinkt të mirë politik, por se veprimet e tij të fundit kanë cënuar përparimin e Kosovës në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Kupchan tha se rikthimi i Albin Kurtit në pushtet dhe qëndrueshmëria e tij politike janë dëshmi aftësive të tij politike. Sidoqoftë ai kritikoi qasjen e Kurtit, karshit temave si dialogu me Serbinë dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Fakti që ai ka qenë në pushtet për kaq kohë dhe ka rifituar zgjedhjet e 9 shkurtit është shenjë e aftësisë së tij politike, duke zgjatur lojën nacionaliste, deklaroi profesori amerikan. Sipas tij, qasja e qeverisë Kurti në çështje si emërimi kryetarëve në veri, çështja e targave, vendimi për ndërimin e monedhës dhe mungesa e përparimit në formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe kanë kontribuar në perceptimin e Kosovës si një nga pengesat për dialogun me Serbinë. Deri më tani shumica mendonin se Serbia është problemi, por tani është krijuar ndjesia që edhe Kosova është pjesë e problemit, theksoi Kupchan duke shtuar se pavarësisht se shumë vendime të marra janë ligjore dhe në përputhje me sovranitetin e Kosovës, ato nuk përkthehen me të bërit një politik të mençur në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë duke u përmendur si mundësi për të thyer bllokadën institucionale në Kosovë, por jo të gjithë besojnë se ajo do të sillte ndonjë ndryshim të madh në raportin e forcave politike. Albert Krasniqi nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus vlerëson se zgjedhjet mund të jenë vetëm rrugdalje në rast se mungon kompromisi për konstituimin e kuvendit. Megjithatë, ai nuk pret që ato të sjellin ndryshime të mëdha në përfaqësimin e partive në kuvend. Për lidhjen demokratike të Kosovës, zgjedhjet e reja nuk do të zgjidhin asgjë. Deputeti dhe nënkryetari i kësaj partie, Lutfi Aziri, u shpreh se ato do të ishin thjesht përsëritje e zgjedhjeve të 9 shkurtit, për sa i përket rezultateve që do të dilnin prej tyre. Sipas tij, edhe nëse vetvendosje e përmirëson fjalorin ndaj partive të tjera, kjo me shumë gjasa nuk do ta ndryshojë qëndrimin e LDK-s për të bashkëpunuar me të. Por ai nuk e përjashton mundësinë e ndonjë bashkëpunimi në të ardhmen, nëse rrethanat, siç u shpreh ai, bëhen më favorizuese. Nga ana tjetër, Artan Muhaxhiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike, tha se fjalori aktual ndërmjet partive politike në Kosovë po i largon ato gjithnjë dhe më shumë nga mundësia e bashkëpunimit, edhe se gjua përçarëse është kthyer në pengesë serioze për ndërtimin e çdo lloj bashkëpunimi pas zgjedhor. Kanë kaluar 6 muaj që kur pozita e ambasadorit Shteteve të Bashkuara në Kosovë është vakante. Administrata e presidentit Donald Trump nuk e ka caktuar ende përfaqësuesin e saj të ri në Prishtinë. Një vonesë e pazakontë kjo. Po çfarë do të thotë kjo situatë për Kosovën? Për analistin politik Petrit Zogaj, në rastin e Kosovës dhe Serbisë, SBA në bazë të një analize të mirë menduar për orientimin strategjik në politikën e jashtme, ka prioritete specifike dhe shpejtësi të ndryshme për shtete të ndryshme për caktimin e ambasadorëve të saj. Emërimi i ambasadorit amerikan në Serbi, sipas Zogajt, ka ardhur si rezultat i ndryshimit në politikën e jashtme amerikane dhe lobimi i Serbisë gjithnjë dhe në rritje në 10 vitet e fundit, diçka që është gati e kundërta me atë që ka bërë Kosova, sidomos në 5 vitet e fundit, gjë e cila në vlerësimin e tij ka dëmtuar gati në pakthim raportin me SBA-t gjatë administratës së Joe Biden. Mungesa e besimit, premtimet e thyera të qeverisë Kosovës për situatën në veri të vendit, pastaj neglizhimi i dialogut bëri që administrata Biden të hiqte dorë pothuajse në tërësi nga komunikimi me Prishtinën, deklaroi Zogaj duke theksuar se tani Kosovës i duhet shumë energji që të kthejë besimin e humbur. Presidenti Trump nuk ka as energjinë dhe as durimin që të merret me tekat e Prishtinës për çështjet e brendshme dhe as për ato të jashtme. Në këtë kuptim nuk do befasohesha as pak nëse Amerika thotë se nuk e ka fare prioritet caktimin e ambasadorit të saj në Kosovë, theksoi analisti politik.